Një nga stendat më të veçanta dhe më të preferuara nga qytetarët në panajirin Ditët e Bujqësisë ishte ajo e përfaqësuar nga gratë artizane të Roskovecit, të organizuara në markën Art Craft. Kjo stend stolli një ekspozitë të pasur me produkte artizanale dhe organike, të punuara me përkushtim dhe mjeshtëri nga një grup grash të angazhuara në këtë aktivitet prej më shumë se 5 vitesh. Vizitorët patën mundësinë të njihen me produkte natyrale, si sapunët artizanal, vara esencial, shapka tradicionale si dhe punime dore të qëndisura, të gjitha të krijuara me lëndë të parë të zonës, si vaj ullirit dhe bimët aromatike të Myzeqes. Krahas prezantimit të produkteve, artizanët ndalën me pjesëmarrësit dhe historinë dhe përvojën e tyre në ndërtimin e këtij rrjeti krijues, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes së gruas në zhvillimin ekonomik dhe vendor. Kamera e televizionit Apollon realizoi një intervistë të shkurtër me Adelina Hoxhën, një nga përfaqësuesit e grupit, e cila theksoi se produktet e tyre janë të certifikuara dhe të trajnuara sipas standardeve të kozmetikës artizanale shqiptare, duke promovuar me krenari markën Made in Albania. Stenda Art Craft u vlerësua nga vizitorët për cilësinë dhe origjinalitetin e produkteve, duke sjellë frymën e artit, traditës dhe sipërmarrjes femërore në zemër të këtij aktiviteti bujqësor. Jemi një grup artizanësh që 14 gra të ardhëm po nga zona e Roskovecit, nga dita fshatrat e Roskovecit, edhe kemi sjellë në panajirin e Roskovecit kemi sjellur shampo, kemi sjellur kremra, kemi sjellur edhe sapun. Tani këtu janë bërë sepse në produktin i parë është vajt e ullinit që e kemi po nga ullinit tanë, domethënë nga fshatrat e tonë, nga ullinit nga pemët tonë, nga ferma jonë. Unë sepse unë jam dhe fermere. Kemi pasaj që bëjnë nëpërmjet lidhjeve, i bëjmë në përshpira, po i shesin kemi një qendër në Art Craft në Roskovec. Aty domethënë i përpronojmë në përshpi se aq kemi domethënë hapësirën aty. I përpronojmë në përshpi e i sjellim aty. Kemi edhe qëndima, edhe këto shampot, kremrat edhe sapun. Ju keni dhe punimet e dorës? Po, kemi plot punimet e dorës. Ku trajtur atu në stendën tuaj nga qytetarët? Sidomos ato me fjalë të Zotit, janë religione, si thënë religione fetare. Ato janë të rejtura më shumë. Produktet që ju prodhoni, janë 100% bio? Po, 100% bio. A japin rezultat për ata që i konsumojnë to? Po, sepse janë në çdo lloj lëkure, në çdo lloj floku, në çdo lloj, sepse i kemi bërë me rozmarin, me dafin, me kamomil, me trëndafil, domethënë me të tëra esencat e duhura, po që i kemi mbledhë në pyll. Kemi lavandën, kemi të gjitha, i kemi të tëra organike. Si shikoni këtë panajirin traditor në këtë ditë, pasi sot është dita e fundit e këtij panajiri? Për mua është një shumë e bukur, për mua personalisht edhe për të shoqëritë më pëlqen se shikoj edhe për stëndet e tjera janë një si të ta them një diçka më shumë nga ajo e mbyllja fikse në një vend dhe luçja ka një organizim shumë të bukur, më pëlqen, për vetë më pëlqen.